Për shumë vite, problemi im kryesor, që nuk mundesha që në fillim ta kuptonja, më mbrapa e kuptova, por nuk mund ta lironja, ta linja, ishte të ndihmoj të tjerët pa më kërkuar ndihmë. Kjo më bëri që shumë herë energjia ime të bllokoj, trupi im të bllokoj, por prap nuk e merrnja vesh. Në shumë trajnime të ndryshme që kam bërë për veten time dhe si terapist, kam kuptuar që problemi im kryesor është që unë mbuloj nevojat e të tjerëve, dhe si terapiste dhe ju që më shikoni, më dëgjoni, dini shumë mirë, bëj shumë sakrifica, kam bërë, si atë që e lej Greqinë, vinë në Shqipëri, në Kosovë, në vende të tjera dhe kudo, dhe nuk kam llogaritur as ditën, as natën për t'ju përgjigjur juve, për t'ju ndihmuar juve, por shumë herë nga disa njerëz nuk u vlerësua. Dhe kjo mua më shqetësonte. Kësaj radhe, siç ju thash që dje, jam në një retreat me terapist, ku mësova dhe e lejova të nxjerra të dhimbjen që mbanja nga brenda, sepse kujtonja që në qoftë se unë nuk do plotësonja nevojat e të tjerëve, atëre unë i braktisnja. Dhe do thoni ju, mundet edhe ta keni dëgjuar, dhe herë tjetër nga mua. Por kësaj radhe e lejova të ndjenja dhimbjen e tramës, të qanja, ta lejonja trupin të lironte këtë tramë, që nuk ishte krijuar tani, në këtë moshë që jam, por kur isha e vogël, kur kisha dhënë betimin, sepse ne japim dhe betime, që në barkun e nënës, dhe që kur isha e vogël, dhe mundohesha të bëhesha zgjidhja e nënës time, e babait tim, më vonë, zgjidhja e burrave, zgjidhja e fëmijëve, zgjidhja tuaj. Dhe thash shumë herë me shumë sakrifica, dhe disa njerëz, ashtu si dhe prindrit dhe shumë të tjerë, e morën si një gjë që ishte e mirëqen. Dhe unë gjithmonë nuk mund ta arrinja të kuptonja, ose e kuptonja, por nuk mund ta linja. Kësaj radhe që dje, po, dua t'ju them që nuk largohet as edhe një gjë, e di që keni dhimbje, sepse kam dhimbjen edhe unë si ju, por në qoftë se syna jo thika në palc, kur them unë, që të vesh dhe ta lejosh, ta përjetosh atë travmën në shpirtin tënd, dhe t'jesh në grupin e përshtatshëm, që të arrish të hapësh zemrën, të ndjesh, të ngjallesh, nuk do ta lirosh asnjëherë. Në qoftë se dhe ti, por jo tani, përgatituni për gjëra të bukura të reja, se e di që ne shqiptarët kemi shumë dhimbje, dhe për ju kosovarët që kemi kaluar luftën dhe do jemi aty në datën 29, jeni gati vërtet të lironi tramat tuaja, dhe e dini kush fshieshe mbas gjithë kësaj, akoma më qahet kur e kujtoj, mbas gjithë kësaj dhimbjes, mbas gjithë këtë që nuk e lejonja ta lironja, të braktisnja të tjerët, ishte frika e braktisjes. Mos braktis nënën, babai dhe të tjerë, dhe mos ju braktis dhe vraponja në njerëzit që kishin nevojë, të plotësonja më parë dëshirat e tyre dhe linja veten të fundit. Kjo më bëri terapiste dhe është shumë bukur, është shumë okej. Por nuk mund të ndihmoj asnjë, nëse ju nuk jeni gati, nëse ju nuk jeni gati për shkëmbim energjie dhe të vlerësoni punën time. Prandaj,
Sot jam një merit e re për të gjithë ju që më shikoni, më dëgjoni, për të gjithë ju që doni vërtet të keni rezultate, jam këtu, por që këtu e tutje, vlerësoj veten time më tepër, e dua veten time më tepër, sepse e kisha vërtet të harruar, dhe erdhja e fundit në Shqipëri, po ishte një tërmet për mua, se kuptova shumë gjëra, që unë vi ma rrugën që nga Greqia dhe vi deri aty, vetëm qaheni, edhe kur vi aty, vinë 5 veta, 10 veta. Shqipëria nuk është 10 veta. Dhe ju që më shkruani dhe ju që ankohen nuk jeni aq. Por, erdhi koha, kur të jeni gati, të mund të punoni në individ ose në grupe. Gjëra shumë të bukura do përgatit që këtu e tutje, por duke respektuar të parën veten time, energjinë time dhe të qëndroj në vendin tim. Kësaj radhe i kam bërë dhuratë dhe vetes time, t'ju tregoj dhe vendin këtu që jemi, dhe dua të organizoj dhe unë një retreat të bukur për të gjithë ata guximtarët jashtë, afër në një vilë këtu afër detit, sot vajtëm bermë dhe Lindxha, në të nxehtë, në të ftohtë, do të thënë sepse kur kemi dhimbje, shpirti largohet nga trupi, edhe shkojmë atje lart, kur i dimi që atje nuk na cënon gjë. Atje lart kemi qenë dhe erdhëm që atje, erdhëm këtu. Dhe këtu erdhëm të kujtohemi brenda në trupin që kemi zgjedhur, sa të rëndësishëm jemi. Dhe kush jemi, ndaj sëmuren trupat, ndaj sëmuren, nuk na duhen ilaçe të shrohemi, por na duhet të kemi kujdes, të dashurojmë veten dhe të kemi terapistët dhe mësuesit e përshtatshëm që të na tregoj rrugën. Dhe e di shumë mirë që gjithë kjo dhimbje ishte që unë të kisha përvojën, si që kam patur deri tani, kam ndihmuar. Akoma dhe këtë përvojë. E di shumë mirë sa dhimbje ka, që të vesh të shikosh, të sjellësh shpirtin, të kujtohen ndërmjet trupit. Dhe akoma ndjej atë një djegje në grykë, që në mëngjes, mbas terapisë të thellë, sepse dhe unë kam nevojë për terapistët të tjerë. Jam e lumtur që u gjenda këtu, jam e lumtur që përjetova dhe lirova sot tramën jo vetëm të Meritës, po të nënës time, të gjyshes, të gjyshesh dhe të grave shqiptare që eshnin dhe plotsonin dëshirat e tyre, të tjerëve dhe linin veten të fundit. Kjo ishte gjëja më e madhe. Më bëri terapiste, por që sot e tutje lidhem, jap fjalën vetes time, betojmë tek vetja ime që nuk do le Meritën për asnjë. Dhe kjo është dhe betimi që duhet ta shikosh dhe ta bësh edhe ti. Dhe shikoni vendin që kemi zgjedhur këtu, tek deti, mbrëm dhe bajnë në natën për të ikur frika e të papriturave, ato frikrat që mund të ketë çfarë do ketë te ky det. Gjithë ky vend është këtu, kemi ardhur, jemi afërsisht 20 persona për të përjetuar. Kur ne jemi të ngopur, edhe jemi okay, lart është një vilë që prandaj kemi vilat të jetojmë në vilat që kanë përgatitur të tjerët, nuk është nevoja të kemi atë pasurinë, se pasuria më e madhe është që të investosh në shpirtin tënd. Dhe janë udhëtimet dhe terapi që bën vete të kujtohet shpirti pse erdhi këtu në tokë dhe evolucioni. Prandaj nëse edhe ti që e dëgjon këtë video, në radhë të parë dua ta shpërndash. Në radhë të dytë dua të më thuash nëse je dhe ti një nga ata personat guximtarë që të organizojmë diçka të bukur këtu në Greqi, që nga Shqipëria, për 20-21 persona
një terapi të tillë siç e pata dhe unë. Qofse po,